ke dëgjuar për verzën? Nëse je një mami e re, jam 99% e sigurt që nuk e dëgjuar. Prandaj po ta shpjegoj pak. Verza është një lloj sëmundje, pak a shumë si lia, por që e zë fëmijën në fillim të jetës së tij. Madje fillon që në 24 orëshin e parë kur bebi sapo ka lindur. Dhe lëkura e tij fillon të bëhet e verdhë. Mënyra për ta kuruar këtë është që fëmia duhet të pijë sa më shumë qumësht, specifikisht qumësht gjiri, dhe të shtojë peshë. Dhe në këtë rast verza zgjat 1 javë, maksimumi deri në 2 javë. Po ka dhe raste që mund të zgjasë më shumë nëse fëmia nuk pi mjaftueshëm qumësht gjiri dhe fillon të humbi peshë. Ky rasti është dhe rasti im, ku djali nuk pinte mjaftueshëm qumësht dhe filloi të humbte peshë dhe kjo gjë bëri që djalit tim të shtohej sasia e verzës në trup. Dhe mua pediatria më dha shumë vitamina për djalin, të cilat unë vazhdoj t'ja jap rregullisht. Por çfarë më sugjeruan të gjithë njerëzit që më rrethonin, duke filluar që nga mami im, vjera ime, po edhe njerëz të tjerë të njohur, ishte që duhet t'i jepja fëmijës ujë me sheqer. Dhe unë thash jo në asnjë mënyrë, nuk do t'i jap, do t'i jap ilaçe që më ka dhënë pediatria, edhe kështu vazhdova me ilaçet që më ka dhënë pediatria dhe fëmijës tim i zgjati goxha shumë verza. Gabim që mund ta kisha shmangur që në fillim, por kështu shkoi. Gjithsesi unë më vonë fillova t'i jepja fëmijës tim pak ujë me sheqer, çdo ditë ka pak, dhe verza po i kalon shumë herë më lehtë se sa do t'i kishte kaluar thjesht me ilaçet e pediatrisë. Dhe ajo që dua t'ju them është që nëse juve e shikoni të arsyeshme gjithmonë dhe nëse juve nuk doni që të keni të njëjtat probleme, mund ta përdorni këtë si metodë, sepse ju shpëton, realisht ju shpëton shumë kollaj nga stresi se kur do t'i kaloj verza fëmijës. Madje ky sugjerim që unë po ju bëj është një sugjerim që në spitalin e qytetit ku unë jetoj, po besoj edhe në shumë spitale të tjera, e përdorin në maternitet që verza fëmijës t'i kaloj sa më lehtë dhe mos t'i zgjasë më shumë se 5-6 ditë, sepse në momentin që verza zgjat për shumë gjatë, atëherë mund të sjellë dhe dëmtime serioze tek fëmia. Unë po ja u jap si sugjerim, sepse ju thash që gjërat që do t'i përdor vetë do ja u them, dhe nëse e shikoni të arsyeshme dhe nuk doni që të bombardoni fëmijët tuaj me ilaçe, mund ta përdorni që në 2-3 ditët e para dhe do shikoni se sa shpejt dhe se sa lehtë ka për ta kaluar fëmia juaj verzën. Kjo është këshilla që doja t'ju jepja këtë herë. Unë uroj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe mos harroni të më bëni like, comment, subscribe për më shumë video të tjera nga unë dhe për më shumë këshilla mësie të këtyre llojeve, pse jo, po edhe të tjera. Kështu ne do të dëgjojmë në një video tjetër. Bye.